mbledhjet e prindërve të Çarretit dhe sidomos të disa familjeve të cilat janë specifikuar si familje në nevojë, ku vetë Agroni ka derdhur një kontribut duke lehtësuar sa të pak gjendjen e tyre ekonomike. Të dashur bashkëqytetarë Pukjan, Bashkia e Pukës, si në vazhdimsi të punës saj, për të ndërruar figurat të cilat kontribuojnë në ndryshimet social-kulturore dhe ekonomike të komunitetit, sot në ditën e kulturës Pukjane do të nderoj një nga djemtë më të njohur, nga djemtë më të mirë të rrethit të Pukës, biznesmenin e njohur me origjinë nga Bugjoni i Pukës, nga ky fshat patriotik advetar me traditat e djeshme dhe të sotme, zotin Agron Keqi, me titullin më të lartë që jep i Këshilli Bashkiak, me titullin qytetar Meri i Pukës. Natyrisht, do të respektoj zoti Agronin, po do një përshëndetje për gjithë familjarët e zotit Agronit, që kanë dalë nga larg, nga Italia, kanë dalë nga Puka, kanë dalë nga Bugjoni, kanë dalë nga Tirana e tjerë për të ndërruar njërin e tyre, vllajën e tyre, dajën e tyre, shokun e tyre. I falenderoj shumë për prezencën tuaj në ambientet e bukura dhe komode të Muzeut Etnokulturor të Pukës. Zoti Agroni ka një fshatin Bugjon të Pukës, një fshat i bukur piktoresk me tradita prej lumrit të Trinit, kufijve e qytetit e bukur të Bajramzollit. Me vizionin e tij, u bën një njeri shumë i Zotit, u bën një njeri shumë i aftë, dhe që në vitin 1979 ka lënë nga Bugjoni në Tiranë, në qytetin e atëherë, në metropolin shqiptare. Në vitin 1999, mbas 8 vjetësh që ambientohet, akomodohet pak në Tiranë, shtëpitë e tij donte liri më shumë. Kërkonte të gjendë vetën. Dhe vetja gjende vetëm jashtë përfimit të atëherë, sepse kështu ishte situata e shqipinisë tonë, e cila po vazhdon edhe në ditë sot. Ka lënë në emigrant në Itali. Natyrisht, kush e ka provuar jetën e emigrantit, e din sa vështirë është. Shumë e rëndë, shumë dramatike, të flesh rrugëve, në urën, mos kesh ku të larsh, mos kesh ku të hash. Edhe këtë tjetër që sot e shikoni këtë king, zotin Agron Keqani, shumë kohë është detyruar që të shërbej dhe të ushqet nga Karitasi, organizata ndërkombëtare për pjesët e rrugëve, për pjesët halligji. Më vonë ka lënë në vitin 2004 këtë në lënë kompaninë e tij, të suksesshme që sot është një lider shumë i njohur në Itali. Sipërmas i suksesshëm dhe Toskanës, është zëvendës konsul, për kvalitetin e tij të lartë në Pistoia. Tash vendimi i tij Bugjon e ndërron për ndërrën edhe qytetin e Pukës. Ky ka kontribuar me humanizmin e tij, sepse ky nuk ka asgjë më të re, por në vend shpirti i tij i dhënë për të pobet, për njerëzit e varfër. Dhe kontributi i tij të parë e ka marrë në fshatin e Vitlinës, në fshatin Bugjon, në rrugëllimin e rrugës të Varrezat, në rrugëllimin e shkollës, disa rrugë, disa fatkeqësi të cilat kanë ndodhur për mbytyje, djegje e tjera, ky ka qenë i parë që ka ofruar dorën e tij të ngrohtë për fshatarët e vet. Pastaj vjen këtu në zonën tonë të Bashkisë Pukë, në fshatin Qerrët, në shkollën Ali Betyshi, bën investime siç patet në Zancën dhe ndërtëreshën e shkollës shtetit Qeqovi që ka shkollë mbarë dhe i bën ato investime, cilat do të jeni të përhershme dhe një mirë njohje e veçantë. Sot, në këtë ditë të bukur vere, i dhënë fëmijëve të Pukës këngën e bukur të lojrave për një relaks për fëmijët pukjanë. Përsëri, ky bashkëpunon jashtëzakonisht shumë me Bashkinë e Pukës. Dhe, sipas fjalës së thotë zëvendës kryetari i Bashkisë, edhe zoti Rroku kryetari që më vonë do i pres zotërit që kanë dalë nga Italia, në zotin Agron, në zyrën e tij, do të vazhdojnë bashkëpunimin me Bashkinë tonë të Pukës. Përshëndetje zotit kryetari i Këshillit të Komunës, të nderuar këshilltar, i nderuar zotin kryetar, i nderuar miku im i shtrenjtë Agron Keqani,
president për shumë kohësh për qenë Albania në Toskanë, e njoft prej 20 vitesh, edhe kam merë mik me te, qyshën fjallën e parë që më ka thënë e pyeta, çfarë kanë me punuar në Itali kur kishte ardhur, Agroni, kishin takuar një takim në Pistoia, pavarësisht se unë nuk vi në Pistoia, apo jetosha në Firenze, edhe unë ta kam vendosur që të punoj. Asnjë sen tjetër tha nuk do të bëj, vetëm punë. Edhe që shati, kena me miq në Agronin, kam pa një djalë të ri, nismetar, guximtar, aktivist, edhe shkolla e profesori i tij që ka dhënë dije, ka qenë vetëm Zoti. Dijen e ka marrë prej Zotit, ka le lider. Puka, unë thëmë të drejtën, kam një respekt veçantë për Puka dhe për Putjan, i një prej vitesh, jam djalë prej Dullaçitit, jam shosjan, kam një respekt veçantë se lidhen shumë gjëra me Pukën. Puka është kërtheza e shqiptarisë, këtu ka një fiset më të mira shqiptare, nga Puka rrjedh gjaku më i pastër shqiptar, ta thithin në rinin Pukjanet, të thithin investitor Pukjan, të afrojnë të janapin pra tokat e veta, e mos të lëqojnë Pukën. Është pasuri e madhe, nuk shkon ujtë për vinë as i vend të Europës, vetëm në Pukë. Të vinë e shqitet ujë San Benedetto në Shqipëri, e mos shqitet Lethinza, ose ujë tjetër i Pukës. Ata ka më vlerë a ujë në Gomsishe, se ujë si vjen prej monëve tjera. Për Agronin, për familjen e Agronit, edhe për gjithë fshatin nga në Agronin. Ta marrin me nerë, suksese, Zoti ju lutë të Pavarësisht se jam nipi tyre, ka pas një babë që më shkun ca nga e nga Puka, a e njef Markesanin, shko gjërë pasë, po shko gjëra me. Nërsa Agronit qysh i vogël e ardhin në Tiranë, me ato peripecit e tia, me ato mundësit e tia pa pas në jem nga kërkush arriti, u rrit, u qytetru edhe i në Itali. Në Itali, po e një e të gjama ku franihme, pa di gjuhet, pa ku gja rritje në të jetën, biznesën, dhe sot është një biznesmen, i shkëllqyër dhoni, isha në Itali para vitit të ri, dhe me knesi, pash, që Agroni respektohesh si me shenë një italian i vërtet. Që unë nuk e pash tek njerëz të tjerë ka shumë, me gjitha të që gjithë shqiptarë që jetojnë jashtë për mua janë të gjithë respektuar, pa Agroni ishte një veçantë në Pistoia dhe në Firenze që unë lëviza me Agronin dhe e përshnes. Tashi, e përshnes Agronin dhe për badnjërsi dhe për financimin që banë me këtë shkjo të madhë që e ka nga vetja, po e ka dhe nga trumë familjarë. Po duhet të flasë për nga rjedha Agroni me pak fjallë. Unë jam i brezit para Agronit, si nga familja ime, edhe nga Agroni, sepse me tërgu për vitet për të rregullu brezat, një këm kalu 86 dhe i njohë mirë që në vitin në 54 unë jam njoft me Xhaxhain e Agronit. Një mërtuës, shpijash, kullash, perfekt. Mjeshtër. Palkesani. Dhe si që thonë me të vjetën, kemi përzi Pukën 154. Përmi suksese, shëndet, lumëturi, familjare dhe gjithë të mirë. Dhe merin, dhe respekt që më gjimat dhe bashkinë e Pukës që i evidenton dhe i projekson këtë
Bashkisë zoti Xhoxhoka, të nderuar ata të Këshillit të Bashkisë që janë pranishëm në ceremoni, i nderuar zoti Agron Gjeçani, tashmë qytetar deri i Bashkisë tu, të nderuar familjar, miq të afër, bashkëpunëtor të Agronit që jeni bën së bashku për të marrë pjesë në këtë ceremoni që Bashkia Pu, Këshilli i Bashkisë Pu organizon me rastin e dhënies së titullit qytetar deri zotit Agron Gjeçani, bashkëdhetarët tonë, një model që sot Puka dhe Pukan e ndrojnë me titullin e karakteristik. Unë natyrisht nuk do të zgjatem shumë pasi këtu parafolse folën për historinë duke filluar nga gjeneza, pra nga familja, nga fshati Buxhën e deri te rrugtimi i tij. Pra në Itali, në brenda Shqipërisë, por edhe në Itali për suksese, për vujtje fillimisht, por edhe suksese që kanë i nderuar dhe respektuar tashmë qytetarë e ideje të Agron Gjeçani. Natyrisht më shpreh impresionet e mia duke filluar dhe me fshatin Buxhën, për tim të Buxhënit, që pa diskutim janë pjesë e krenarisë bukane, pa diskutim kanë lënë zhurmë jo vetëm brenda territorit shqiptar, por edhe jashtë territorit shqiptar, në punën, me aktivitetin, me përkushtimin dhe mbi gjithçka për atë dashurinë, për patriotizmin që manifestojnë dhe për vendlinjen që nuk harrojnë asnjëherë. Me të shkrim të lartë pra titullin qytetar deri është për gjithë kontributin që zoti Agroni i jep për Bukën, që vazhdon me vendlinjen e tij, por edhe aktivitetin e tij edhe në punë, me disa investime, sponsorizime për të gjithë afër familjeve në nevojë, por me gjitha në investimet për fëmijë. Pra atë që ne mendojmë që të rritën sa më të lumtur, që të krijojmë kushte sa më të optimale dhe të mira që të rritën të lumtur. Por që Agroni nuk e larg këto aktivitete në Bashkinë Puk, por fal takimit, fal dashërsisë të kryetarit të Bashkisë zotit Rodova që ka krijuar një klimë shumë të afërt ndaj biznesit, ndaj investitorëve, brenda dhe jashtë Shqipërisë, shqiptarë dhe të muaj. Një ndër ato që është përgjigj pozitivisht është zoti Agron Gjeçani, i cili po vazhdon të kontribuojë dhe të lobojë fort pranë edhe institucioneve në Itali, në pjesën rajonale të Toskanës dhe në pjesën qytetit të Pistoiës, por aty ku ushtron gjithë aktivitetin e tij në fushën e klimit, por duke qenë edhe pjesëtar aktiv edhe në institucionet vendore, si shkolla e prezantimit dhe cilia e tij para minutash ne dëgjojmë që së bashku, pra lobon dhe vazhdojnë të koordinojnë edhe aktivitet me biznesmen tjerë, me njerëz që duan të investojnë, por me gjitha duke bërë një prezantim dhe një promovim të jashtëzakonshëm Bukën. Dhe jo pa qëllim është binjagëzimi që më shumë sukses e ka arritur zoti Agron, bashkë bashkëpunëtorët e tij, pra binjagëzimi me komunën e Sinjas. Një binjagëzim i frikshëm që vazhdon të japin ato frytet e veta në vizitat e ndërsjellta që në nivel drejtimit bashkisë ka marrë pjesë si në komunën e Sinjas, po ashtu dhe kemi pasur edhe nga Sinja që kanë marrë pjesë në aktivitetet edhe në Bashkinë Bukë. Pra është një fushë me një aktivitet me një dimension shumë të gjerë, përveç punës së përditshme në fushën e biznesit, që ta me parafolë pra që ka një sukses të jashtëzakonshëm me përkushtim, me vullnet dhe me pasion të hekur, sepse ka nisë nga hiqi dhe ka arritur aty ku është sot. Pra është një sakrificë, është një mund, por është edhe një ndjenjë jashtëzakonshme edhe patriotizmi dhe forca që gjen njeriu brenda vetes për marrë ato objektiva që Agroni vërtet i ka arritur. Dhe mbi gjitha, gjithë ky sukses përsëri mendja është vendlinja. Të fillu të fshati Buxhën, me ato investime që ka bërë fshati Buxhën, pra kontributet vetjake personale, po ashtu edhe për Bukën dhe për gjitha ato projekte që në të ardhmen do të jenë shumë projekte tjera me bashkëpunëtorë të Agronit që këto resurse të Bukës, të vlera që ka Buka, ne t'i vujmë sa më shumë që komuniteti bukan, jo vetëm që të bëhen të zhvillohet, por edhe që ky vend të jetë i populluar që mos shpopullohet, që mos ta vujmë atë lagë që realisht ne po vujmë sot, por që paktën të jetë sa më shumë frenim që njerëzit të jetojnë dhe të krijojnë kushte sa më optimale. Sot në këtë ditë të nëntëqershore, pra ditës kulturës bukane të organizohet këtë ceremoni, po është edhe një ditë tjetër që i bashkohet elemente të tjera kësaj dite, që është edhe çelja e sezonit turistik, për promovuar vlerat dhe ato gjëra që Buka i ka. Po përpiqemi si bashki në kujdesin natyrisht të veçantë kryetarit të bashkisë zotit Rodova, i cili po i doan të gjithë sektorët, të gjitha aspektet, që vërtet çdo aspekt i jetës kulturore, artistike, promovuese turistike, edhe tjera në radhë të marrim në mendjen e duhur dhe ta prezantojmë sa më shumë të donatorë, të miqtanë që të sillim sa më shumë vizitorë, por edhe investime në qytetin Bukë. Dhe sot, ju bashkëpunojmë këtu kemi presidentin e rrjetit kujtimeve të Shqipërisë, zotin Kujtim Dervishi, që na është bashkuar
me ceremoninë që organizojmë sot në qytetin e Bukës, por për gjitha qendrat qytetore të studiove. Po shkojmë shkëndorë bashkë me zotërin që është kryetare i Shoqatës Tirana Sharështu i pranishëm në zhvilleshin e edhe në ka dhënë programe në administrim Kushtit Vendor me çështje të tjera organizative, por që vjen sot pikërisht për të qenë Bukë, pasi ka qenë edhe Bukë e Durfu dhe e kanë me pasion, pra dhe Buka ofron ato mirësitë e veta që duhet të zhvillohen. Dhe kush më mirë se vetëm Bukian të bëjnë ta. Dhe pikërisht Buka din të vlerësoj, din të ndërojë dhe din të japë vlerësim atyre që vërtet punojnë dhe kontribuojnë për Bukën. Natyrisht, duhet të fillojmë vlerësimin edhe nga vetvetja, mos mi harru vetveta dhe pikërisht ashtu ajo Gjallë jonë, miku jonë, dashurinë, bashkëqytetarë jonë, pra nga vëzhgimi se nga qytetarët e Bukës, nga këshilltarët e Bashkisë Bukë që në mënyrë unanime kanë respektuar propozimin e kryetarit të Bashkisë për të ndërruar të gjallë të vëzhgimit tashmë qytetarë të Bashkisë Bukë. Takzëri zotëria Grosh. Në Bashkinë Bukë, në qytetin e Bukës e ke drejt hapur për bashkëpunim dhe ne bashkërisht do kemi një mision që ne vazhdojmë investimet të tona në gjitha ato fusha që ne dëgjojmë ato pika të rrugashka të komunikimit dhe të algoritmit. Dhe faleminderit edhe një herë në gjithë komunitetin tonë për gjithçka që bëjmë deri tani. Dhe faleminderit shumë për ato shumë gjëra të tjera të bukura që do bëjmë tani. Por ide është Agroni është një çun punëtor, një çun shumë i mirë, një çun që ka një gjithmonë me umiltà, i thon italiano, gjithmonë me shumë dashamirësi, me shumë dashuri për adeun e vet dhe me shumë dashamirësi e dashuri edhe për ne bashkëanëtarët. Është një aktivist. Unë e kam njohur në asociacionet shqiptare, ku ka qenë gjithmonë president, organizator, është munduar në gjithë mënyra të blej libra abetare për fëmijët atje, kështu që ky investim që ai bën nuk është hera e parë, por ne që e njohim për vitesh, është një person që këto gjëra i ka bërë dhe në Itali. Mirë po, në Itali ka bërë dhe ka ndejtë gjithmonë një person, sepse italianët thonë që ti kur bën bamirësi bëje dhe mos e fol. Sepse në moment që ti e flet, duke sikur humb diçka. Ajo çfarë flet është njerëzit që flasin për ty dhe është bamirësia vetë që dëgjohet. Dhe unë sot jam shumë krenare që jam mike e Agronit, jam shumë e lumtur që bëj pjesë në këtë eveniment. Ju komplimentoj gjithë, kam ngelur breslën se më lën bresa shumë të mira. Për mua është hera e parë që shoh Bukën. Më pëlqeu shumë si qytet, por është pak sa pata mundësi ta vizitoj. Qytet shumë i bukur, unë jam vetë nga Kruja, kështu që me ato karakteristikat malore u kënaqja shumë, dhe në bresa shumë të mira. Të ndëruar antarë që një bashkiat Bukë, të dashur qytetarë, sot është një ditë e veçantë për ne. Pasi nderojmë një figurë të respektuar dhe të dashur për komunitetin tonë, zotin Agron Liçani, me titullin e lartë qytetar i Bukës. Dhe cilësinë e kryetarit të Këshillit Bashkiak të Bukës më lejoni që në këtë moment solemn, jo vetëm të përgëzoj zotin Liçani për vlerësimin e merituar, por të shpreh falënderimet e mia me të sinqerta ndaj të gjithë anëtarëve të Këshillit Bashkiak të Bukës për vendimin e drejtë, dinjitos dhe unanim nga vënia e këtij titulli. Ky akt është në shenjë vlerësimi institucional për kontributin e hyrë që zoti Liçani ka dhënë deri deri. Por gjithashtu një dëshmi që Buka di të respektojë dhe të vlerësojë bijtë e tij më të mirë. Faleminderit të gjithëve për bashkëpunimin, angazhimin dhe vizionin e përbashkët në ndrijimin e figurave që kanë dhënë dhe i japin Bukës dinjitet dhe emër të mirë. Këshilli Bashkiak i Bukës ndërron me titullin e lartë qytetar nderi, zotin Agron Liçani, me motivacionin për rolin e tij në afirmimin e vlerave më të mira të komunitetit shqiptar në Itali, si përmonësi i suksesshëm dhe një kontributor i binjaqësimit të Bashkisë Bukë me komunën Sinja. Humanist dhe vizionar, i përkushtuar metodikët e vendimjes. Ta akcioni dhe ta mbajnë me derë titullin e lartë qytetar i Bukës. Ju falenderoj të gjithëve.
dua të përshëndes edhe kryetarin e bashkisë për titullin dhe gjithë Këshillin Bashkiak të Bukës. Do ta vazhdojmë me një fjalim që unë dëgjova javën e parë nga dëgjova direkt nëpërmes Facebookut fjalimin e Këshillit Bashkiak. Edhe më pëlqej një fjalim i mbajtur nga një koleg juaj i Partisë Socialiste, sepse emri nuk e njoh. Do të di që më thanë që është i nuk ka panera fare, por më pëlqej shumë fjala e tij, nuk e di emrin tash më atë për momentin, po ai ka një fjalë që unë nuk e njoh Agronin, por jam shumë dakord me atë titullin qytetar në eri, sepse ne do të më mundue e me respektue tash janë gjallë. Ne u hapëm titullin qytetar në eri pasi të ketë vdekë. Edhe kem po shumë qytetar në eri pasi kam vdekë, kështu që jam shumë dakord që titullin ta marr ta ky djalë dhe djalë dhe më pëlqej shumë me fjalimin e tij, se edhe unë nuk e njoh personalisht, por jam shumë dakord me fjalët e tij që tha të respektojmë njëri tjetrin. Edhe unë jam dakord sa të jem gjallë, të respektojmë njëri tjetrin, të ndihmojmë njëri tjetrin, të bashkëpunojmë me njëri tjetrin sa të jem gjallë, sepse kur të esim pastaj nuk e di Unë dua të përshëndes dhe do shok e miq që kanë ardhur nga Italia. Dua të përshëndes Presidentin e Shoqatës Qytetësia, zotin Qesh Temeli, i cili është një biznesmen i njohur. Dhe dua të përshëndes edhe avokatën si që foli pare, se nuk e prisja të amon prezentës më mujë mene që do vite nga pratë ose një kush. E falenderoj prezentësisht, ajo është një avokate e jona. Të gjithë në animo gjithë në momentet kur kemi vështirësi atje, sepse ne sinqerisht folojmë po ligje nuk e dimë sikur ajo që ka studiuar i di gjitha ligjet në mënyrë të përkryme edhe ne në animo gjithë atje në Itali. Edhe unë falenderoj prezentësisht. Dhe tjetë edhe pasacja ime si presidente që nga Albanisë nga mund që vjen, sepse unë i kam bërë 8 vjetë si presidente që nga Albanisë, sigurisht do mojnë ajo e presidencën e që nga Albanisë. Por, duhet të përshëndes edhe një shok timin, Agron Tyrma, që është një supermarkë i njohur për vitesh në Prag, që për fatin e keq humbi vëllain para ca ditëve, s'ka asnjë javë, po prapë se prapë e gjeti kohën me përmbledhjen nga sot. Dua desha të përshëndes do supermarkë që i ballaftuar nga Tirana që vinë, po i vetëm që ka për momentin është vetëm me Benat Martini, i cili e falenderoj që ka nga Tirana sot. Përshëndetja e fundit do shkojnë për dy vetë, i cili për dy kryesor të këtij takimi. Këtyre ju erdhi ideja me propozimin për qytetar deri. Unë këta persona i njofta në Firenze, edhe sigurisht ndoshta i preku ma shumë e shkura e imja se sa arritja, sepse por me pyetjen se ke arritja ka këtu, më tregova se për fatin e keq kam qenë edhe kryqë dhe jetim, sepse baba me ka në një mosh shumë të re, si që thanë tjerët. Me ka një mosh shumë të re dhe pastaj pas në moshën e 15 vjeçare Krishti, si shumë të tjerë në rrugën e Greqisë, në 15 vjeçë nisa për Greqi. Edhe kur i gati Greqi, ashtë i vogël si isha askush në kur merrte në punë. Kanë drejtën dhe po të dyrova më kthej në Shqipëri. Po kur era në Shqipëri ne jam pak kohë, edhe prapë se prapë thash do ikur për Italinë, do vepro
rrugën e Italisë. Unë nisëm për Itali, shkuaj në Itali, sinqerisht edhe atje, mosha shumë e re, sigurisht, pa letra, pa digju, pa pas asnjë lloj mbështetje. Ndoshta për herë parë që më duk vetja në Itali. Por ishim një byru në atë momente, atë kthehemi në Shqipëri, apo të shkojmë në Karitas për punën. Edhe unë sinqerisht e shkova në Karitas për kërkunin, të cilët ato me ndihmuan, me ushqimore, me të veshur, me kalimin e kohës edhe me shtëpi. Pastaj avash arrita mora dhe dokumentet italiane. Një të marrë dokumentet italiane, punova vetëm një vit si punëtor i siguruar. Dhe pas një viti hapa direkt firmet ashtu sepse unë nisa vetëm me një punëtor të vetëm, 2000 metra skela kishë në komendë që vazhdojnë me një kamion shumë të vjetër. Por me kalimin e kohës, në vitin që kaluaj, festuam 20 vjetorin e firmës tonë si shuhet Marko Puntegji atje, edhe festuam me 20 punëtorë, mbi 70 metra skele, të thuash jo për lumur ndoshta, por ndër firmat më të fuqishme, më të njohura dhe më të organizuara në momentin e Toskana jemi ne. Ne nga besojnë në Toskana në thuash të gjitha punët më të mëdha dhe më importante që janë në Toskana, ne besojnë të punë dhe normal avash duke rritur si firmë edhe vetë personalisht kam të shetje njëftësi bagit e njohur, sepse edhe unë bajnë 8 vjetë si zëvendës konsul, njëkohësisht edhe presidenti qenor dhe banisë, kështu që edhe vetë kam kriju një farë njohjen e Toskana, edhe jam sinqerisht shumë i gëzuar edhe jam krenar sepse i kemë bëhen çdo gjë me punë. Shumë faleminderit për titullin e zotit kryetar, jem mirë jos, edhe shpresoj t'jap të mira. Gëzuar titullin e vetë. Ju falenderoj për të marrë.